19 prill. Një e ardhme për dështimet. Mos u friksoni, edhe pse keni bërë gjithë këtë të keqe, mos lini së ndjekur i Zotin, por shërbejini Zotit me të gjithë zemrën tuaj. Mos u largoni për të ndjekur gjëra të kota që nuk vlejnë as çlirojnë, sepse janë gjëra të kota, sepse Zoti nuk do ta braktisë popullin e tij për hir të emrit të tij të madh, sepse i pëlqeu Zotit t'ju bëj popullin e vet. E pare Samuelit 12:20-22. Pasi izraelitët përballen me frikën dhe pendohen për mëkatin e tyre në lidhje me kërkesën që Samueli t'u jepte një mbret, ashtu si kombet e tjera, atëherë erdhi lajmi i mirë. Mos u friksoni edhe pse keni bërë gjithë këtë të keqe. A e dëgjon se sa pa vend tingëllon kjo? Sa e pa vend, por e mrekullueshme? Ndoshta prisje që Samueli të thoshte: friksohuni sepse keni bërë gjithë këtë të keqe. Kjo është një arsye e mirë për të friksuar. Keni bërë të keqe të madhe sepse keni kërkuar një mbret tjetër përveç Perëndis. E megjithatë, Samueli nuk e tha këtë. Mos u friksoni edhe pse keni bërë gjithë këtë të keqe. Ai shton: mos lini së ndjekur i Zotin, por shërbejini Zotit me gjithë zemrën tuaj. Mos u largoni për të ndjekur gjëra të kota që nuk vlejnë e as çlirojnë, sepse janë gjëra boshe. Ky është ungjilli. Edhe pse keni mëkatuar shumë dhe e keni çnderuar plotësisht Zotin, edhe pse tani keni një mbret për të cilin ngulet këmbë dhe ky është mëkat, edhe pse ai mëkat nuk mund të zhbëhet dhe as pasojat e tij të dhimbshme nuk mund të anashkalohen, ka ende një të ardhme dhe një shpresë. Ka mëshirë. Mos ki frikë, mos ki frikë. Pastaj vjen themeli madhështor, baza dhe themeli i ungjillit te e pare Samuelit 12:22. Pse nuk duhet të friksohesh edhe pse ke bërë një të keqe kaq të madhe? Sepse Zoti nuk do ta braktisë popullin e tij për hir të emrit të tij të madh, sepse i pëlqeu Zotit t'ju bëj popullin e vet. Baza e ungjillit është përkushtimi që Perëndia ka ndaj vetë emrit të tij. A e dëgjove? Mos ki frikë edhe pse ke mëkatuar, sepse Zoti nuk do ta braktisë popullin e tij për hir të emrit të tij të madh. Kjo duhet të ketë dy efektet e tij: për ulësi që të thyen zemrën dhe lumturi nga dhënjuese. Por ulësi për faktin se themeli i shpëtimit tënd nuk është vlera që ti ke. Lumturi për shkak se shpëtimi yt është po aq i sigurt sa besnikëria e Perëndis ndaj emrit të tij. S'mund të ketë më shumë siguri se kaq.